Të paktën 1% e karburantit të tregtuar gjatë vitit 2025 do të jetë bio. Projekt ligji për prodhimin, transportin, tregtimin dhe përdorimin e biokarburanteve dhe lëndëve të tjera djegëse të rinovueshme për transport, i cili përcakton për herë të parë sasitë minimale vjetore në treg të biokarburanteve, ka nisur të diskutohet në komisionet parlamentare, duke i hapur rrugë miratimit. Sipas tij, përqindja e biokarburanteve në mishelën e karburanteve propozohet të rritet gradualisht me nga 1% për çdo vit, për të arritur në 7% në vitin 2030. Do të rregulloj pra këtë sektor dhe mbi të gjitha do të japim mundësinë që deri në nivelin 7% ne të kemi mundësi të përdorim biokarburante në formën e pastër apo në formën e përzierjes me karburantet e tjera në Republikën e Shqipërisë, duke rregulluar në mënyrë të qëndrueshme dhe me qëllim qëndrueshmërinë e përdorimit të këtyre karburanteve, duke përcaktuar në mënyrë të posaçme mënyrën e llogaritjes, llojin e informacionit, por dhe sidomos monitorimin e tyre për qëllimet e paracaktuara. Muçaj u ndalë të rëndësia e miratimit të këtij ligji nga pikpamja mjedisore. Ky ligj ka për qëllim promovimin e kontributit në përmbushjen e angazhimeve të Republikës së Shqipërisë për emisionin e gazeve serë që vijnë nga konsumi i hidrokarbureve në këtë sektor dhe duke patur parasysh që transporti është dhe kontribuesi më i madh i dioksidit të karbonit në vend, të themi për të reduktuar efektet që kemi në klimën dhe ndryshimet klimatike, të cilet janë një problem të themi themelor në vend. Projekt ligji parashikon se biokarburantet që do tregtohen në vendin tonë do kushtojnë rreth 50% më lirë se karburantet e tjerë, pasi do përjashtohen nga taksat dhe tarifat me qëllim konkurimin me çmimin dhe rritjen e konsumit.